Përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi në emisionin Aromë Shkodre. Është emisioni i fundit që do transmetojmë për këtë cikël, i cili nisi në tetor dhe ja po përfundon tashmë në mes të qershorit. Në emisionin e sotëm, ne do të transmetojmë dy materiale mjaft interesante. I pari lidhet me shëndetin, atë që ne her pas here kur jemi mirë nuk e mendojmë fare, dhe kur problemet rëndohen shumë, vetëm atëherë shkojmë tek mjeku. Dhe në disa statistika, e dini se cili është mjeku që mund të vizitojmë më shpesh gjatë jetës sonë? Në fakt mund të mos jem shumë e saktë, por besoj që reumatologu është mjeku që vizitojmë më shumë për probleme që shfaqim gjatë jetës sonë. Dhe nisur jo vetëm nga ky fakt, por edhe nga një risi që ka hyrë së fundmi në Shqipëri, por është një risi që vitet e fundit po implementohet edhe në botë, është vendosja e plazmës për rikuperimin e problemeve tona shëndetësore. Reumatologjia lidhet me problemet që paraqesim në skeletin e njeriut, me gjymtyrët e shumë të tjera. Ne nuk do të flasim sot për këto probleme, edhe pse do t'i përmendim teorikisht, por do të ndalemi në mënyrën se si implementohet plazma në trupin e njeriu për probleme që ai ka kryesisht me gjunjët, me shpatullat, me gjymtyrët, me rikuperimet, për të cilat shumë herë ai ka frikë se mos përfundon në një operacion ortopedik. Dhe për të folur rreth plazmës, risit e kësaj metode të re, kur shërbehet me plazëm, si injektohet ajo, cilat janë efektet anësore, sa e sigurt është plazma. Janë shumë pyetje që do t'i drejtojnë të gjitha ata teleshikues dhe që ne i kemi marrë parasysh dhe ja kemi drejtuar të gjitha mjekes reumatologe mjaft të njohur në qytetin e Shkodrës, Albana Fishta. Ajo është e vetmja reumatologe në Shqipëri që po implementon plazmën. Prandaj ne kemi shkuar në klinikën e saj dhe kemi zhvilluar një intervistë të plot, informuese, por jo vetëm. Unë kam zgjedhur si një paciente që e pranoj, kam probleme me gjurin, të implementoj plazmën në gjuhë. Prandaj ju ftoj të gjithëve, duke pasur kështu edhe mundësi besueshmërie shumë më të madhe, pasi moderatorja e implementon vetë plazmën, le të ndjekim këtë reportazh të mjaft të dobishëm për shëndetin tonë dhe sidomos për ata që kanë problemet e tilla reumatologe në organizmin e tyre. Tashmë është një zgjidhje dhe ajo është plazma. Nëse do donim të nxjerrim një statistik në vendin tonë se me cilin mjek na qëllon më shpesh të takojmë gjatë jetës sonë, me siguri të gjithë njerëzit do të pohonim reumatologun. Të tilla janë problemet në organizmin tonë që na detyrojnë të kërkojmë ndihmën e një mjeku të tillë. E kësaj radhe në emisionin Aromë Shkodre ju drejtuam mjekes së njohur reumatologe Albana Fishta, jo thjesht për të diskutuar për problemet e mësipërme, po për të mësuar më shumë rreth një risie, një metode inovative, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe Europën, që kemi fatin të implementohet edhe tek ne. Bëhet fjalë për plazmën. Mjekja Albana Fishta, e vetmja reumatologe në Shqipëri e specializuar, po e aplikon plazmën prej 2 vitesh me sukses. Para se të mësojmë se çfarë është plazma, le të japim disa të dhëna mbi anën profesionale të mjekes sonë. Albana Fishta ka 28 vite që punon në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Ishte 23 vjeçe kur u emërua për herë të parë aty. Bëhet fjalë për brezin e parë të mjekëve që u përzgjodhen si një plejadë e re e mjekëve në Shqipëri. Pas një viti në repartin e patologjisë, ju nënshtrua një konkursi me pjesëmarrje të gjerë dhe ishte ndër të paktat fituese që u lindi e drejta për specializime. Albana zgjodhi specializimin në reumatologji. E thënë me pak fjalë, reumatologjia ka në fokusin e saj skeletin e njeriut. Mjafton që të ketë një problem në skelet, edhe kjo i transmetohet pastaj vazave, enëve të gjakut, limfës, edhe që çon pastaj edhe në dëmtimin e organeve. Kur kemi një problem me një organ të trupit, duhet të kemi parasysh pozicionin e tij me skeletin dhe organet bashkangjitur. Ndodh që të vi pacienti dhe teksa vjen për një diçka zbulon një zinxhir problemesh në organizmin e tij? Kjo është shumë e vërtetë. Kozet, sepse pacienti vjen për diçka dhe pacientët e mi e dinë shumë mirë se si ato vinë për diçka të vogël, edhe qëllimi i vizitës teme është që t'i zbuloj gjitha defektet që ka bashkangjitur pacienti.
edhe brenda një pacientit unë nxjerri një muri diagnozash. Kur pacienti më thot, jo po ma thuj diagnozën që kam unë i them, nuk mundem ta tha një diagnozë sepse ti ke një varg smundjesh reumatizmale që pasojnë njëna tjetrën. Mjekja këshillon që pacienti duhet të paraqitet më herët se gjendja të rëndohet. Ajo gjithmonë shikon vijën logjike të problemeve të shfaqura. Pacientët thonë kanë pirje gishtave. Ata nuk e dinë sepse kjo smundje nuk ka lidhje me gishtat. Ato mund të kenë edhe lidhje kur kanë shumë vite, kalojnë 10 vjet, atëherë kalon nga mpirja, fillojnë e shfaqen deformime të artikulacioneve të gishtave, po mpirja ka lidhje me supet dhe nga supet, vetë supet janë të smura, edhe smurja e supeve ka lidhje pastaj me kolonen. Është defekti kolonës që jep të supet japin mpirjen gishtash, nëse kalojnë disa vite, ndodh deformimi i gishtave, edhe vetë ky defekti kolonës shoqërohet me dhimbje koke. Në zbulimin e lidhjeve logjike të problemeve që ajo identifikon, ndikon edhe eksperienca 28 vjeçare si mjeke reumatologe. Unë jam konflikt në thojza me ortoped, sepse qëllimi i punës time është që të mos aqoj pacientin në kirurgji. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Kjo është mire e njerëzimit. Dhe le t'i kthehemi objektivit për të cilin ne kemi ardhur sot tu. Së fundmi na kanë tërhequr postimet e saj në rrjetin social Facebook, injektimi plazmës me gjilpër. Kjo mjeke ka 20 vite që merret me injeksione. E theksojmë se aktualisht ajo është e vetmja reumatologe në gjithë Shqipërinë që implementon plazmën. Kam bërë trajnimin e injeksioneve edhe unë e aplikoj pothuajse në gjithë artikulacionet, përveç coxofemorales që ka nevojë për aparaturë. Kjo më ka dhënë shumë në dorë që unë në vend që të përdori kenokortin ose acidin hyalurinik, tani të fus plazmën si metodë inovative. Unë deri tani kam përdorur acidin hyalurinik. Acidet hyalurinik janë natyrale 100%, kurse plazma është metoda më inovative e mjekësisë, që është natyrale 100% pa efekte anësore dhe që përfitohet nga gjaku jonë. Atëherë plazma është inovative. Apo dhe po, për botën është diçka e re. Në botë ka 20 vjet që është eksperimentuar për herë të parë, kurse certifikimi është bërë këto vitet e fundit. Edhe vazhdon akoma studiohet. Edhe bëhen kongreset. Jo më larg se diun kisha një kongres për eksperiencën e plazmës në rang botëror. Atëherë plazma është langu jashtëqelizor që ne e përfitojmë me anën e centrifugimit. Merret gjaku nga pacienti e ne e centrifugojmë edhe bëhet ndarja e celulave të gjakut nga langu jashtëqelizor. Plazma në vetvete ka ngjyrë të verdhë edhe ka proteina, ka serum, ka fibrinogen, ka enzima, por ajo që na intereson ne, ajo ka faktorin e rritjes mra, të cilën e bën plazmën cilësore për rigjenerimin e qelizave. Por ne nuk përdorim gjithë plazmën. Kur unë e nxjerr nga centrifuga, plazmën unë e ndaj në pjesë dhe unë marr nga kjo pjesë vetëm atë që më intereson. Është e caktuar në bazë protokollit sa duhet të marr, sepse është vetë kiti që nuk lejon të marrësh më shumë. Është rreth 12 ml plazm PRP, piastrina rich plasma quhet, e cila brenda ka faktorin e rritjes. Faktorit e rritjes janë proteina, të cilat bëjnë riprodhimin e qelizave. Kjo është një gjë mrekullueshme që është në gjakun ton, edhe që shkencëtarët e kanë zbuluar. Sepse të riprodhosh qelizat është një gjë fantastike. Këtë aftësi kanë edhe qelizat histaminale, që tani po bëhet edhe në artikulacione, po ala nuk është fut në Shqipëri. Por plazma mbetet akoma një metodë inovative. Plazma është metodë inovative që po gjen shtrirje të gjerë në gjithë botën. Po përse shërbejnë plazma dhe cilat janë vetit shëruese të saj? Shërben për ngjitjen e tendineve, ligamenteve, menisëve, përdoret në mjekësinë sportive dhe në reumatologji.
Në reumatologji, ajo shërben për heqjen e inflamacionit, edemave dhe ajtjeve të artikulacioneve. Në qoftë se ne kemi një artikulacion të fryrë dhe të skuqur, edhe që ka filluar fazën e ankilozimit. Faza e ankilozimit është kur artikulacioni nuk lëviz, ka disa kohë që po vun nga ajtja, edhe ajo ka kufizim në lëvizjen. Në qoftë se ne i bëjmë plazmën, ajo fillon lëvizjen edhe kthehet në jetë siç ka qenë më përpara. Fal riqenerimit. Me çfarë injektohet? Atëherë, kjo injektohet me shiring. Fal specializimi që ajo tashmë ka realizuar mbi 200 plazma deri tani. Janë pacient që vinë jo vetëm nga qyteti Shkodrës, por edhe Ulqini, Puka, Malësia Madhe e të tjerë. Shumica rasteve janë artroza të gjujve. Artrozat thjesht janë prishjet e sipërfaqeve artikulare brenda artikulacionit. Prishjet ndodhin për disa arsye, edhe reumatizmale edhe traumatike. Por në përgjithësi janë ato traumatike sepse është peshë e trupit që influencon në prishjen e artikulacioneve të gjujve. Edhe plus që këto pacienta janë edhe skolioza, nuk i kanë nivel artikulacionet, edhe dan këto artikulacione mbi moshën 40 e sa prishen. Këtu influencojnë pastaj edhe sëmundjet e tjera reumatizmale, siç është osteoporoza. Nëse pacientin e kena mi peshë, e kena edhe osteoporoz, ose vunga sëmundjet e tjera, të cilat kanë qurë në zbutin e kockës ose në deficiencë të vitaminave. Këtu kemi një dobesim të ligamenteve menisqeve, të cilat çojnë në dëmtimin e tyre, edhe gjujt mushen me ujë, sepse prishet struktura fiziologjike e artikulacionit, edhe nga që bjen pesha e trupit si për artikulacionit, ato brenda artikulacionit çlirohet langu sinovial. Ky lang sinovial që çlirohet nga sipërfaqja e artikulacioneve të prishura, kjo është e dëmshme për artikulacionin, se është e mbishtuar. Ajo është erozive që i prish sipërfaqet, edhe pacienti me kalimin e kohës bëhet invalid. Atëherë, ne vim në ndihmë me plazmën, me acidin hyalurinik ose me plazmën. Kur nuk ishte plazma, unë kam bërë shumë acide hyalurinike që edhe ato janë shumë të mira, janë naturale, po tash plazma është metodë më shumë inovative, është e viteve të fundit. Edhe nërmjet plazmës bëhet rigenerimi i qelizës, sepse vetë plazma ka faktorin e rritjes. Faktorët e rritjes janë këto proteinat, të cilat bajnë riprodhimin e qelizave. Në qoftë se këto qelizat janë të prishura, në sipërfaqen të qelizat kockore janë të prishura, plazma bën riprodhimin e tyre. Po, ky është një afat i gjatë që ndodh riprodhimi apo ka një afat kohor? Jo, faktori i rritjes e bën shumë shpejt riprodhimin e qelizave, edhe ndërmjet riprodhimit, se kjo është problemi. Pse fëmijët për shembull shërohen shpejt? Fëmijët shërohen shpejt, vriten, shërohen edhe nuk vujnë shumë, sepse faktorin e rritjes janë individ të ri dhe faktorin e rritjes e kanë shumë të shtuar. Me kalimin e viteve, aftësitë tona fillojnë e binë, edhe shkencëtarët kanë zbuluar këtë pjesën PRP, të cilët faktori i rritjes është shumë i shtuar dhe kjo përfitohet falë centrifugës. Faktori i rritjes është shumë i rritur, apo është një proces që vepron i pavarur? Jo, me kalimin e viteve, faktori i rritjes na duhet ta përftojmë nëpërmjet centrifugës, nuk e kemi më të shtuar në gjak, në plazëm. Ne duhet marrim gjakën, ta fusim centrifugë, të zgjedhim atë pjesë, të centrifugohet shumë disa herë, centrifuga është profesionale, aty ne marrim atë pjesë gjakut që faktori i rritjes është shumë e madhe. Një person që bën plazëm për gjuhën ose për ndonjë problem tjetër, do ta bëj të herpasershme këtë procedurë? Atëherë, ne shohim grafin se sa të prishun e ka ai gjuni. Në qoftë se ai vjen në fazat fillestare, rigenerimi është shumë i shpejt. Me një plazëm ai kryen punë. Në qoftë se ai ka shumë vite, grafia dallon, domethënë duket që ka 10 vjet, 7 vjet e tjerë, mund të ketë edhe 5 vjet, mjafton. Plazma mund ta majnë disa vite, për disa vjet mund ta majnë. Pastaj varet se sa ai ja bën ismetin vetit me sëmundje të tjera, duhet kurojnë osteoporozën, duhet kurojnë një artrit, duhet të rregullojnë aparatet e tjera të organizmit. Domethënë në një interval kohe, pra nuk është se për shembull një herë në 3 muaj ose një herë në 6 muaj duhet bëj plazëm.
Është kjo apo jo? Jo, shiko, nuk për atë thash që pacientat e mi janë me fat që unë jam reumatologe, sepse unë nuk bëj vetëm plazmën, unë i shoh gjithë organizmin, sepse në qoftë se organizmi ecë në rrugë për smarit, edhe artikulacioni i gjuhunit që ka plazmën brenda ecë në kushte të mira. Ecë në qoftë se pacienti është osteoporotik, plazma ka për ta lanë shumë shpejt, mas disa vjetëve e len. Por unë njëkohësisht mjekoj disa gjana në mënyrë që gjuri të rrinë kushte të mira. Unë do t'i studioj edhe peshën e trupit, do t'i studioj edhe forcinë e kockës, deficiencën e vitaminave. Dhe me thanë, unë e kompletoj pacientin, qa ka mangut e kompletojmë në mënyrë që të më ecin sa më mirë gjuni edhe artikulacioni gjuni të jetë në kushte të mira. Plazma është 100% natyrale, përftohet nga gjaku i pacientit. Ajo përdoret gjerësisht dhe ka rezultat mjaft efikas, por nuk mund të bëjë mrekullira në rastet e artikulacionit teje të dëmtuar, të çanrave të mëdha në indet e buta e të tjerë. Këto janë raste për operacione ortopedike. Plazma nuk duhet bëhet vetëm brenda artikulacionit, bëhet në të gjitha indet e dëmtuara. Plazma shërben për shumëzimin e qelizave, rigenerimin ose rigenerimin e tendineve, ligamenteve, menisqeve, artrozave, të gjithë indeve të buta, sidomos në tendinin e akilit, në tendinet e brylit, në supet e ngrira. Unë kam shumë raste me supet ngrira, që pacientat nuk arrin me çu krahët, edhe këto realizohen vetëm me plazmë. Nëse do të vinte një pacient tek ju, çfarë duhet të paraqes para se filloj plazmën? Pra, si funksionon? Po. Atëherë pacientët zakonisht vinë me dhimbje gjujsh ose vinë me gishta, kanë probleme në tendinet e duarve, ose vinë me supe të ngrime. Ose vinë me themra, me tendinin e akilit, diçka e tillë, ose dëmtimet sportive. Në mjekësinë sportive, plazma ka përdorim shumë gjanë. Unë do t'i bëj patjetër vizite, në bazë vizites unë kuptoj si e ka skeletin. Aty e marr vesh me kuptoj logjiken pse ai ka arrit një nga arsyet pse ai ka arrit të prish artikulacionin e gjurit, ose pse ka arrit të prish tendinet, ose pse ka supet e ngrira. Unë i bëj disa ekzaminime, për mua shumë e rëndësishme vitaminat, analiza vitaminave, bëj analizën e vitaminës D3, acidit folik, vitaminës B12, që edhe këto janë inovative, janë fut tani. Do t'i bëj patjetër DEXA është matja densitetit kockor. Edhe shikoj ku çalon puna. Do të thënë ka disa hallka, derisa unë të kuptoj arsyet pse ky pacient ka prish tendinet, ligamentet, meniskon, ose për çfarë ai ose sa vjet ai ka me artrit reumatoid për shembull, sepse edhe artritet vijnë këtu, sepse artritet i kanë të prishura sipërfaqet të artikulacioneve. Edhe plazma është antiinflamatore, sepse ka fibrinogjenin brenda. Dhe kur aplikohet plazma, hiqet inflamacioni, edema, edhe pacientin vend që të marrin kortizon, se janë mësuar me marr shumë, unë e kam shumë me kufizim këtë aspektin e kortizonit, me plazëm ecin gjatë. Teknologjia në fushën e reumatologjisë ka avancuar dhe tashmë e kemi edhe tek ne në Shqipëri. Kjo është DEXA që shef gjithë skeletin. Pjesë e shef gjithë skeletin për bamjen e skeletit, cilësinë e skeletit. Kjo është për herë të parë që futet në Shqipëri? Jo, është edhe në Tiranë, po është pjesë e reumatologjisë, pjesë e jona. Që shikon në detajet e gjithë përbërjes. Po, unë e kam përdorur edhe më përpara, po tash i kam marrë këtë tjetrën që është më e hollësishme. Edhe teknologjia më e fundit më e mirë. Është domosdoshme. Unë si moderatore e emisionit, jam paciente si mjaft qytetar të tjerë. Duke qenë se reportazhet të tilla lënë shteg për dyshime mbi efikasitetin, zgjodha që plazmën ta injektoja tek vetja, pasi prej kohësh kam një problem të gjurit. Besojmë që besueshmëria tek teleshikuesit do të jetë më e madhe.
Goxha surprizë e bukur doktoresh vitamina D3, që do thotë që Dhe me thanë që një nga arsyet që ju keni psu dëmtim të gjurit, edhe nuk po rregulloheni, është mungesa vitaminës D3. Tash do shohim edhe për sa i përket skeletit, ç'a problemit ka se mos kombinohet me osteopeni ose me osteoporoz. Nuk ju vjen keq se e marrim vesh rezultati. Jo, nuk ka problem. Edhe pastaj do t'i kombinojmë, do të bëjmë një mix mjekimit, jo vetëm plazmen, për atë është mirë që unë jam reumatologe, që të kompletoj me gjitha defektet që ka mosha ose doli dhe mosha. Po, sepse unë i pranoj gjërat, nuk i kam të komplekse doktoresh, e rëndësishme që unë të bëhem mirë. Unë kisha dëshirë të shpjegoja se skeleti jonë ka qelizat osteoklaste dhe osteoblastet. Osteoblastet ndërtojnë kock, osteoklastet i prishin, atë që ndërtohet prishet, edhe mas moshës 27-29 vjeç, më shumë veprojnë osteoklastet se osteoblastet, dhe më thanë më shumë prishet se sa ndërtohet. Në moshën 40 vjet bëhet depistim i të gjithëve për të parë nëse jemi osteopeni apo jo. Nëse jemi osteopeni, jemi në kohë që ta rigjenerojmë skeletin ton. Do të thonë kam shpresa. Do shohim, sepse osteoporoza nuk rigjenerohet. Ajo nuk e dina, atë do ta shohim. Tani mu shtua edhe një herë janë këtë që kisha pak më përpara të shohim, do ta zbuloj besoj aparatura. Po do e pranoj çfarë do lloj gjëje që të kem. Sa po marrum aparatin e densitetit, vlerësimin e densitetit të kockës. Me këtë ne shohim si e kena cilësinë e kockës, sa ka ndiku cilësia e kockës në dëmtimin e gjurit. Edhe ne këtu kemi dy pamje, do të nxjerrim dy pamje, kemi marrë dy pjesë, kjo është skeleti, skeleti një pak skoliozë. Skoliozë do thotë që në kolona jote ka pak deviacion majtas nga njëri krah. Edhe kjo letrol shumë pastaj edhe nivelin e artikulacioneve të gjujve për me influencu, për me urrëzu edhe mu damtu. Përveç kësaj, ne marrim informacion tashi për cilësinë e kockës të kolonës dhe kemi edhe një tjetër pastaj të artikulacionit koksofemoral që ka lidhje edhe me gjurin. Sipas kësaj del që jeni me osteopeni. Osteopenia është faza e parë para se të kalojmë në osteoporoz. Osteopeni, dhe më thanë, ka filluar procesi zbutjes së kockës prej disa vitesh, jo, dhe më thanë që të ndodhin kjo distancë duhen shumë vite. Kjo është trashëguar nga rinia dhe në ekzaminimin tjetër të koksofemoralit ne kemi osteoporoz. Jemi në fazën e osteoporozës. Faza e osteoporozës është atëherë kur kocka është zbutur shumë edhe kanë filluar plasjet mikroskopike. Kocka është në formën e një shfëngjerit me disa vrima. Këto vrima zmadhohen edhe duke e zvogluar forcinë e skeletit. Kur vrimat bëhen shumë të mëdha, ato qahen, janë qarje mikroskopike edhe bëhen edhe më të mëdha. Kjo është faza e osteoporozës. Në këtë fazë skeletin e ka shumë vështirë të marrë peshën e trupit. Plazma është shumë e rëndësishme në rastin tënd. Ajo ka për të largu inflamacionin e gjurit, sepse ju në fund ditës keni probleme me gjuri, fillon me dhimbje, kur i merr rrugët e poshtë dhe përpjekje e keni shumë me vështirësi.
e shumë e vështirësi sepse defekti që është brenda gjunit plagoset. Ne do t'japim mjekim edhe për kockën, edhe për deficiencët që ke për sa i përket vitaminave dhe do të injektojmë plazmen edhe unë do të shtoj edhe acid hialurinik sepse ju keni mi 5 vjet që po ankoni. Ju sikur të kishit ardhur që në fillim, ju do ta kishit kryer shumë bukur e mirë edhe pa pasoja. Tash që kanë kalu 5 vjet, sipërfaqja e artikulacionit ka filluar të konsumohet. Edhe për që t'jemi të sigurt, ne do të bëjmë një kombinim të tillë, një kombinim edhe për sa i përket injeksioneve brenda gjunit, edhe për sa i përket medikamenteve që do t'jap unë jam shumë e prirur që t'jap natyrale, edhe vetë plazma edhe acidi që do përdorsh ti janë natyrale 100% pa efekte anësore, në përgjithësi pacientat ecin të gjithë mirë, shpresojmë që të ecim edhe në rastin tuaj, megjithatë gjithmonë ka zgjidhje, gjithmonë. Profesori i jem kur i grupit, ku ne kemi bë trajnimin, na thotë sa më shumë plazë për rigjenerimin e artikulacioneve të prishura. Ne këtu i përdorim në mënyrë të kufizuar, po kanë ecë mirë, sipas mundësive ekonomike. Atëherë le të shohim si ndodh procesi i plazmës. Atëherë, Kozeta, ne këtu kemi përftu PRP, që është plazma që ka koncentrim faktorit të rritjes mbrëmje që shërben për rigjenerimin e qelizave, për ndërtimin e pjesës së dëmtuar, qoftë pjesë e butë, qoftë sipërfaqe artikulare. Kurse kjo pjesa tjetër quhet PPP, ne këtë mund ta përdorim për heqjen e rrullave. Kjo është pjesa me koncentrim trombocitesh. Tu kemi koncentrim trombocitesh, kurse kjo pjesën tjetër ne mund ta shfrytëzojmë, nuk mund ta hedhim, kjo shërben për maskën e fytyrës, sepse harrova t'ju them parë që PRP-ja përdoret edhe në organe të tjera, në organe të dëmtuara sot në botë, përdoret në zemër, në operacionet e trurit, në organe gjinitale, kurse në Shqipëri përdoret edhe për hiqjen e rrullave. Sepse si që rigjeneron pjesët e dëmtuara të artikulacioneve, tendineve dhe muskujve, shërben edhe për rigjenerimin e lëkurës, që është komplet natyrale, pa efekte anësore. Qelizat që janë të fjetura rigjenerohen nëpërmjet aktivizimit të kolagjenit. Edhe rrullat fillojnë të largohen në mënyrë natyrale, edhe duke u bë vazhdimisht PRP-ja, plazma, nuk arrin asnjëherë të plaket. Sa fantastike. Kjo është shumë e mrekullueshme, sidomos te kjo janë shumë të interesuara klientë në Shkodër, pacientë në Shkodër. Kjo shërben edhe në mund të filloj adaptimi i saj. Këto fillojnë që në moshat e reja, qysh se fillon plakja e sistemit skeletomuskular, duke përfshirë edhe lëkurën që e thënë që janë edhe flokët që janë anekset e sistemit skeletomuskular. Domethënë në 29 fillon plakja që në thojza, është një plakje e vogël, e pa dukshme, që fillon me tharje të lëkurës dhe me rrullat e imta, që mund të rigjenerohet fare mirë me plazëm, me PRP. Kjo është koncentrim trombocitesh, është plazëm shumë cilësore, po mund bëhet edhe nga një plazëm e thjeshtë, në mënyrë më të thjeshtë. Ajo bën hidratimin e lëkurës, duke e kthyer lëkurën në kushte fiziologjike normale, nga një lëkurë thatë, që ka filluar të plaket dhe të rulloset, imësisht, në një lëkurë me kushte optimale fiziologjike të hidratuar. Shërben edhe për daljen e flokut. Në rigjenerimin e pjesëve ku mungon floku ose është tharë ose ka filluar të dobësohet. Mund të bëhet në një periudhë periodike të vazhdueshme? Po, 4 muajt e parë përsëritet një herë muaj patjetër dhe pastaj bëhet në distancë kohet.
Edhe e man lëkurën gjithmonë të freskët. Edhe flokun gjithmonë të hidratuar dhe të shnetshëm. Bravo, super. Kësaj mund t'i shtohet pastaj edhe acid hialurinik aminoacide. Edhe është diçka fantastike, edhe ato të dy janë të domosdoshme për lëkurën. Në mënyrë që lëkura të jetë e hidratuar dhe të mos mullojnë asnjë gjë për sa i përket procesit të plakjes. Nuk plaket, nëse vazhdon me këto metoda natyrale. Atëherë kozeta me shnet. Të lumdora doktoresh. Nuk më duk që nuk ishte një dhimbje të madhe, kisha shumë frikë para se ta bëja, po jam shumë i qetë. Ja, nuk ka. Çka procedurë që bëhet shumë kollaj. Shumë kollaj. Dhe nuk zgjas ka shumë. Ja, nuk zgjat. Okej. Dhe çfarë këshillesh duhet të kemi unë pas kësaj? Për 2 ditë ju nuk duhet të ngrijeni, të orrini najon, mos me peshu si për gjunit dhe me elan plazmen, që të rigjenerojnë strukturat brenda artikulacionit që janë të dëmtuara. Për 2 ditë do ta marrni me të ftohtë edhe najon, ju të peshoni si për gjunrit. Pastaj do të bëjmë një medikamente, sigurisht medikamente, do të jap medikamentet edhe ne do bëjmë rikontroll sot 1 javë, do të bëjmë rikontroll vitaminën D3 dhe mas 3 muajve do të bëjmë rikontroll deksen, densitetin e skeletit. Po, për ta kuptuar dhe gjithë pacientët e tjerë që kanë një problem të tillë. Kjo e zgjidh përfundimisht problemin e meniskut, ata që nuk e kanë në gradën më të fundit. Po domethënë që tendineve dhe ligamenteve, sepse brenda artikulacionit nuk ka vetëm menisk, ka pjesë të buta përfshin ligamentin, tendinën, sipërfaqen artikulare, ban rigjenerimin e tyre, nuk ka mallëdhimi artikulacioni, lëviz lirshëm, i kthehen në funksionet fiziologjike të gjurit, edhe ne do të balancojmë ekuilibrin e skeletit, për deficitet që ka skeleti i çdo pacientit edhe në rastin tuaj. Do me thënë jeta ime aktive mund të rifilloj sërish. Sigurisht. Dhe mund të vazhdojmë ato filmimet e mia, sepse herë mas herët me kontrolle që ta marrim trupin në ekuilibër. Okej. Të lumshim duar, do ftoj edhe të gjithë të tjerë që kanë probleme të tilla, kanë shumë pyetje të rishikuesi që janë duke na ndjekur nga shtëpitë e tyre, megjithatë kanë marrë një dritë jeshile sot për problemet e tyre që kanë, mund të vinë këtu. Ne u munduam që në këtë hapësirë televizive të përcjellim një risi të re, jo vetëm në Shkodër, por gjithë Shqipërinë. Çdo pacient që dëshiron të kurohet përmes plazmës, duhet patjetër të konsultohet paraprakisht me mjekën. Reumatologja Albana Fishta është e gatshme t'ju ndihmojë. E rëndësishme është metoda inovative e cila po sfidon operacionet ortopedike, duke ofruar zgjidhje më të shëndetshme dhe më jetëgjatë.